60%. Çdo herë zoti Rugova ka bërë kompromis vetëm për mos me kollë Kosovën. Nuk ishte pyetja atë. Vetëm për mos me kollë Kosovën, zoti Rugova ka qenë një njeri shumë i përgjithshëm, edhe ka qenë një auditor i jashtëzakonshëm i cili ka qenë gjendje me jesë dorë për pushtetin veç mos me rreziku vendin. Jo, shumë e vërtetë do thotë. Edhe unë mendoj që zoti Thaçi i cili më në fund pa të shkuar dhe pa të përkulte varri presidentit Rugova, duhet ta bëjë të njëjtën gjë, por hir të qetësisë, për hir të paqes këtë vend, për hir të zhvillimit të proceseve këtë vend duhet të tërhiqet pa të lashet ndo, sepse nuk e ka besimin e shtetarëve. Po të ishte se ka të drejta zgjedh kryeparlamentar në atëherë nuk kish pas nevojë me qitë në vota hiç. Koalicioni shumicë, në këtë rast koalicioni i cili ka fituar më shumë të vota, ka të drejtë me kandidue kryeparlamentarin. Por ai nëse ka lënë për votat e deputetëve nuk është e obligueshme të zgjedhë. Këtu është poenta me të cilin po shpekulohet në shumicën e rasteve të ne. Unë mendoj që Partia Demokratike dhe koalicioni i saj i çuditshëm do të thosha, sepse është një koalicion që është bën në përzierje e çuditshme ideologjish, konceptesh, pikpamjesh nga më të ndryshmet, shpeshherë të kundërta në shumë aspekte. Ky koalicion nuk për interes të këtij vendi, besoj, mendoj, duhet të ndërprejë të gjitha lojrat formale, të gjitha lojrat me ligjin, të gjithë keqpërdorimin e normave ligjore, edhe ta respektoj vullnetin e qytetarëve, të cilët janë organizuar në një shumicë parlamentare solide, e cila mundet me formu një qeveri, besoj, stabile. Unë mendoj që sa të zhagitet më tepër ky proces, ky koalicion do të hyjë në gjunohe politike ndaj këtij vendi dhe ndaj qytetarëve të këtij vendi, do të tregojë mos respekt për vullnetin e qytetarëve të këtij vendi dhe në zgjedhjet e ardhshme kurdo që të jenë ato do të penalizohet. Do të dënohet me votën e qytetarëve. Hajde të marrim Partinë Islamiste, që është Partia e Drejtësisë, e cila me programin e saj nuk mundet me pretendu që ka orientim evropian. Një parti e cila pretendon norma pe shariati me fut në kushtetute, në jetën ligjore të këtij vendi.